Sekreti i kripës së ngrirë, ktheni të keqen mbrapsht pa fjalë. Shpirtra të dashur që po kërkoni drik në errësirë. Sot do të hyjmë bashkë në një udhëtim të lashtë, të thjeshtë por jashtëzakonisht të fuqishëm. Një metodë që bashkon mençurinë e lashtë të feng shuit me fuqinë e pastër shpirtërore të elementeve natyrore, kripa dhe ngrirja. Kjo nuk është thjesht një truk shtëpiak, është një akt i shenjtë mbrojtjeje, një vulë energjetike që vendosni mbi jetën tuaj për të thënë, këtu ndalet negativiteti. Imagjinoni një shtresë të padukshme kristalore që rrethon aurën tuaj, shtëpinë tuaj, mendjen tuaj dhe asgjë e errët nuk mund të kalojë më. Le të fillojmë ngadalë, me respekt të madh ndaj kësaj force të lashtë. Pse funksionon kjo metodë? Miqtë e dashur, para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot miqve tuaj, është shumë e rëndësishme për ne për mirëmbajtjen dhe rritjen e faqes sonë. Le të zbresim thellë në misterin e kësaj metode. Pse pikërisht kripa dhe ngrirja? Le të flasim si shpirtër që kuptojnë botën e padukshme. Së pari, kripa. Kripa nuk është thjesht një erës në kuzhinë. Që nga lashtësia në çdo kulturë, egjiptianët, romakët, tibetianët, shamanët e Amerikës së Jugut, kripa është parë si pastruesi suprem, gardiani i shpirtit. Pse? Sepse kripa është kristal i pastër. Struktura e saj kristalore është si një rrjet e përsosur gjeometrike që tërheq dhe neutralizon vibracionet e ulta. Imagjinoni energjinë negative si një re e zezë, e trashë, që lëviz si tym. Kripa e thith atë re, e bllokon në kristalet e saj si një burg i padukshëm. Ajo nuk e lejon negativitetin të lëvizë më lirshëm. Në feng shui, kripa përfaqëson elementin e tokës, stabilitet, pastërti, mbrojtje të përhershme. Kur e përdorim kripën e detit ose kripën e trashëguri, ne po therasim fuqinë e oqeaneve të lashta, fuqinë e maleve që kanë qëndruar për miliona vjet. Kjo kripë nuk është e zakonshme, ajo mban memorien e tokës, memorien e pastërtisë absolute. Dhe pastaj vjen ngrirja, fuqia e ftohtësisë së thellë. Në nivel shpirtëror, çfarë bën ngrirja? Ajo ndalon kohën. Imagjinoni energjinë negative si një valë që lëviz, që pulson, që kërkon të sulmojë. Kur e vendosim në frigorifer, në atë errësirë të ftohtë minus 18 gradë ose më poshtë, ne po themi, ti nuk lëviz më. Ti nuk ke fuqi më. Ti je i ngrirë, i palëvizshëm, i pafuqishëm. Ngrirja nuk e shkatëron negativitetin, ajo e neutralizon, e bën atë jo aktiv. Është si të vendosësh një armik në një kuti e akulli. Ai nuk mund të luftojë, nuk mund të prekë, nuk mund të ndikojë. Në traditat e lashta budiste dhe shamanike, ngrirja e kripës është një nga metodat më të fuqishme për të kthyer mbrapsht syrin e keq, magjitë e zeza ose dëshirat e këqija të tjerëve. Energjia negative që dikush ju ka dërguar, qoftë zili, mallkim, fjalë të hidhura, ngrin aty dhe kthehet në një lloj kthimi karmik natyror, nuk gjen shënjestër të ju, kështu që kthehet te burimi i saj. Kombinimi i të dyjave krijon një fushë force të dy fisht, kripa thith, ngrirja bllokon. Është si një kurth shpirtëror që funksionon në heshtje, pa dramë, pa zhurmë, por me efekt të pashmangshëm. Hapat për realizimin e metodës. Tani le të kalojmë në ritualin vetë. Bëjeni ngadalë me përkushtim të plotë. Çdo hap është i rëndësishëm. Përgatitja, gotë qelçi e pastër. Merrni një gotë plotësisht të pastër qelçi transparent. Jo plastikë, plastika mban elektricitet statik dhe bllokon rrjedhën e energjisë. Jo metal, metali përçon energji shumë shpejt dhe mund ta shpërndajë negativitetin në vend që ta bllokojë. Qelçi është neutral, i pastër, si kristali i ujit të ngrirë. Lajeni me ujë të rrjedhshëm dhe pak kripë para se ta përdorni, duke thënë në mendje, ti je tani një enë e shenjtë, e lirë nga çdo gjurmë së kaluarës. Kripa, zgjedhja dhe mbushja. Përdorni vetëm kripën detit të trash ose kripë guri natyrale, jo kripën e jodizuar të rafinuar që shihni në supermarkete. Ajo është e vrarë kimikisht, e humbur shpirtërisht. Kripa e detit mban kujtesën e valëve, të erave të oqeanit. Kripa e malit mban fuqinë e tokës së lashtë.
Mbusheni gotën plot deri në buzë, pa lënë asnjë hapësirë bosh. Ndërsa e mbushni, ndjeni peshën e saj në dorë, imagjinoni që çdo kokër kripe është një ushtar i vogël që do të mbrojë shpirtin tuaj. Synimi dhe afirmimi, momenti më i fuqishëm. Ky është çelësi i gjithçkaje. Mbajeni gotën mes duarve, mbyllni sytë. Merrni frym thellë 3 herë. Pastaj, me zë të qetë por të fortë, thoni diçka si: me këtë krip të shenjtë, unë thëras mbrojtjen absolute. Çdo energji negative, çdo zili, çdo mallkim, çdo mendim i errët që është dërguar ndaj meje ose shtëpisë sime, le të thithet tani këtu, le të bllokohet, le të ngrihet përgjithmonë. Ajo nuk ka fuqi mbi mua. Unë jam i mbrojtur, unë jam i pastër, unë jam dritë. Kështu është, kështu do të jetë. Përsëriteni afirmimin 7 herë, numri 7 është numri i mbrojtjes shpirtërore në shumë tradita. Ndjeni forcën e fjalëve tuaja duke u ngulitur në kristalet e kripës. Vendosja në frigorifer. Vendoseni gotën në një cep të pasëm të ngrirjes, aty ku askush nuk e prek, ku askush nuk e sheh. Është e rëndësishme që të jetë në errësirë, në të ftohtë të thellë. Mos e mbuloni me kapak ose plastik, lëreni të hapur që energjia negative të hyjë por të mos dalë kurrë më. Vendoseni me kujdes si të vendosnit një amulet të shenjtë. Pastaj mbyllni derën e frigoriferit dhe thoni: tani procesi ka filluar. Faleminderit univers. Rregulli i shenjtë, mos prek, mos lëviz për 7 ditë. Gjatë këtyre 7 ditëve, mos e prekni fare gotën. Mos e hapni derën e ngrirjes për ta parë. Mos flisni për të me të tjerët. Ky është një proces i heshtur, i fshehtë. Sa më pak energji të jepni, aq më fuqishëm funksionon. 7 ditët simbolizojnë një cikël të plot shpirtëror, koha që i duhet universit të ri për të ri, të pastroj, të kthej ekuilibrin. Si ta përfundoni procesin? Mbyllja e ritualit. Pas saktësisht 7 ditësh, në të njëjtën orë që e vendosët, hapni frigoriferin me qetësi. Nxirreni gotën pa e tundur shumë. Shikoni kripën, mund të jetë pak e lagur ose e ngurtësuar, por mos u shqetësoni. Çojeni te lavamani ose tualeti. Ndërsa e hidhni ngadalë në ujë të rrjedhshëm, imagjinoni një lumë të artë që merr me vete çdo grimc negativiteti, e shpërndan në oqeanin e pafund, ku asgjë nuk mund të kthehet më. Thoni: ti largohesh tani përgjithmonë. Unë jam i lirë. Lani gotën me ujë dhe pak sapun, ose lëreni në diell për një ditë për ta ringarkuar me dri. Çfarë rezultate shpriten? Përvoja e transformimit. Pas këtij rituali, shumë njerëz raportojnë ndryshime të mrekullueshme. Shtëpia bëhet më e lehtë, sikur dikush ka hequr një peshë të madhe nga ajri. Flini më mirë, zgjoheni pa ankth. Mendja qartësohet, vendimet vijnë më lehtë. Njerëzit që kishin qëllime të këqija ndaj jush pa pritur humbin interes. Ata mund të tërhiqen, të ndryshojnë sjellje ose të përballen me pasojat e tyre, jo sepse ju hakmerreni, por sepse energjia që dërguan nuk gjeti vend për të ulur te ju. Ajo u kthye te burimi si një bumerang karmik. Ndjeni një paqe të brendshme të pazakontë, si të keni vënë një mburojë të padukshme rreth vetes. Kjo metodë nuk ka të bëjë me hakmarrje apo dëmtim të tjerëve. Ajo është vetëm mbrojtje. Është një akt dashurie ndaj vetes, një kufi shpirtëror që thoni: unë meritoj paqe. Unë meritoj dritë. Përfundim i fuqishëm. Ju falenderoj që ishit bashkë në këtë udhëtim. Nëse e provoni këtë metodë, vini re ndryshimet dhe ndani përvojën tuaj në komente, pa zbuluar shumë detaje personale, vetëm ndjesinë që ju dha. Kujtoni, ju jeni krijuesi i realitetit tuaj energjetik. Me krip dhe besim, ju mund të krijoni një jetë të pastër, të mbrojtur, të plot me dritë. Ju uroj mbrojtje, paqe dhe shumë dashuri. Do të takohemi në videon tjetër. Ju përshëndes.